Përse po bëjnë përjashtimet? Ka patur së fundmi në Durrës, ka patur 2 ditë më parë dhe në Elbasan. A ka luksin Partia Demokratike në këto kohë të përjashtojë demokratët? Duhet bëjmë një shfokusim të projektorëve që qeveria ka ngritur mbi Partinë Demokratike në mënyrë që të shfokusojë gjithë vëmendjen nga vjedhjet që bën dhe ta mbaj supozimin që në PD ka jo përjashtime, pushkatime, luftë klasash e me radhë. E vërteta është krejt ndryshe, pavarësisht tentativës së mediave për ta mbivlerësuar një situatë që PD-ja do duhet ta bënte kohë më përpara. Ja u shpjegoj. Nuk bëhet fjalë për 4-5 njerëz, bëhet fjalë për një frymë e cila do duhet kishte ndodhur prej kohësh në PD. Çfarë është kjo frymë? Unë te njësia 4, vitin e kaluar, kur u kryen zgjedhjet e brendshme, gjeta antar, njëri nga antarët e bandës 5D, i cili vite më përpara kishte qenë me Partinë Demokratike. A duhet t'i figurojë emri prapë aty? Jo. Ne kemi parë që rilindja gjatë kësaj periudhe kohë, pa i hyrë analizës rast pas rasti dhe individit dhe shkaqeve të shkputjes etj. Ka marrë element nga e djathta dhe i ka promovuar. Rastin fjalë kemi zotin Sula për shembull. A mund të jetë zoti Sula antar i Partisë Demokratike? Në mënyrën më absolute jo. Ju si gazetare, po të shkoni të jepni lajmet ke një media tjetër, ju mbana dyshi këtu? Sigurisht që jo. Çdo parti politike do duhet ta bëjë këtë gjë në mënyrë që të ketë reflektimin real të antarësisë së saj në raport me punët që kryen. A ka ndonjë rast që mund të kërkoj diskutime? Pa dyshim që po. A mund të jetë gabuar me ndonjë person? Ndoshta edhe mundet. Që unë nuk mbaj përgjegjësi për gjithë listën. Por mbi vlerësimi të qëllimshme këto gabime apo? Shiko. Kam parë dhe lexuar lloj lajmesh këto ditë, cilat vërtet bëjnë përqeshur. Sikur një frikë dhe panik i madh nga ca njerëz, lajmet janë dhe subjektive. Lajmet janë orientimi i opinionit publik, dhe unë jam ekspert i kësaj fushë. Unë jam ekspert i kësaj fushë, unë e njoh mirë komunikimin publik dhe orientimi i mendimit të opinionit publik se në PD ka rënë gjylja dhe tani o burra gjejmë copat se ku janë shpërndar, nuk është i vërtet. Sigurisht ka situata tensionuara me persona të caktuar. Ka patur konflikte që persona të caktuar i ka shtyr drejt punës për Partinë Socialiste apo parti tjera. Kjo e ndan në mënyrë përfundimtare çdo antar nga Partia Demokratike. Unë nuk i kam